Fëmijët të tonë sot nuk shkojnë në shkolla bashkë me shokët, i dërgojnë me vetura që humbasin shumë. Çka humbasin? Ata humbasin që nëse e shohin hipotetikisht po them një vetur duke ardhur shpejt me i tregu shokin ndala, që është vendimarrje. E humbasin idenë me ndihmu dikan, empatin, vendimarrjen, mënyrën se si ata e menaxhojnë një situatë. Dhe shumë pjesë tjera të komunikimit të emocioneve, tash kur ti ndihmon shokut tan për një rrezik, aty ka më forcu një shoqëri. Çka bëjmë na, i dërgojmë fëmijën në shkollë. Pse? Se fëmia jam po lodhet mes 1 kilometër. Është bonami, domethënë 1 kilometër fëmia 10 vjet i ka, nuk e takon shokun e tij përgjatë rrugës, nuk komunikon fare me to. Kur futet në klasë nuk ka mundësi me komuniku me shokun se arsimtari i kërkon me mbajtë qetësi. Përmendi edhe para folçja që fëmijëve tonë ju mungon sot koha ku ata me 100 njerëz janë fëmijë në shtëpi, janë nxënës në shkollë, por nuk janë bashkëmoshatar asnjëherë. Shumë pak kohë kalojnë bashkëmoshatar. Edhe nëse kalojnë në rrjetet sociale. Tregoj nderuara profesoresha që menaxhimi i përshtypjes është në rrjetet sociale. Edhe Ana Maria Tjara tha që menaxhimi i përshtypjes, ne tentojmë të menaxhojmë përshtypjen e tjerëve në rrjetet sociale, që nuk është diçka e vërtetë. Ndoshta ne jemi duke kaluar në momentet më të këqija tjetër në rrjetet sociale pasqyrojmë diçka komplet tjetër. Mirë po, mendoj që ka shumë problematika në këtë pjesë. Jemi duke u munduar të largohemi nga natyra jonë njerëzore, fatkeqësisht kjo sjell shumë dëme. Domethënë kur prindrit vinë tek unë, zakonisht shumë pak ka që janë domethënë autoritativ, zakonisht janë autoritarë ose janë prind lejues. E kanë marrë një artikull, e kanë lexuar diku që fëmijës nuk duhesh me çortu, fëmin duhesh me çortu kur ka gabim, duhesh me vendosur një rregull. Duhet me pas një komunikim. Nëse ti fëmijës tënd je prind lejues dhe ati i lejon gjithçka, nuk bën rregulla. Hipotetikisht një fëmijë godet një fëmijë tjetër, dhe ti shkon i thu mos e bëj më dhe kaq mbaron. Nuk e largon. Duhet me pas komunikim, duhet me asqaru fëmijës se kjo është gabim, që ka një pasojë kur ti e bën këto. I gjithë ky komunikim është i vlefshëm për mënyrën se si ai ka më rrit. Sepse kur ai fëmijë rritet, shoqëria kërkon rregulla, ai nuk është i gatshëm për rregulla. Sistemi i tij nervor nuk ka kriju skema kognitive nervore që janë të gatshme me pranu një rregull. Dhe ai do të ketë pasaj ankth kur i kërkohet një rregull, sepse nuk është i përgatitur neurologjikisht për të, jo vetëm psikologjikisht, jo vetëm në anën shpirtërore, por dhe neurologjia, mënyra se si u kanë formsuar lidhjet nervore, nuk është i gatshëm për me prit. Se so po shkoj të diskutu, po ndalin më shumë tema në vete, cilat besoj që në fillim të diskutimit e tha profesoresha që është shumë temë, kërkan shumë orë për me u diskutu. Mirë po, unë bëj thirrje që fëmijët të lëmë të jenë fëmijë, mos të kërkojnë që ata të jenë të rritur në trup të një të vogli, ata janë të vegjël. Lejani të luajnë në barë, le të jenë zbathur, le takohen unë kam fëmijë që nuk i njohin kafshë, vinë fëmija 7 vjet i ka, nuk din me dalu, domethënë delen prej një kafshë prej dhis, domethënë nuk din me dalu qengjin prej deles, nuk e din domethënë se si nga vjen qumshti, i pës më thojnë mami ma jep, domethënë idejen që vetëm ja servon me gotë, nuk e kupton që kafshët prodhojnë qumshtin, ato janë pjesë e jona, duhet na me u kujdes për to që na me marrë mira prej tyre. Gjitha këto janë duke u mungu fëmijëve tonë, dhe nëse në aspektin psikologjik ka shumë rëndësi, dikush mund të thonë po çka i intereson e fëmijës, intereson shumë se është mënyra se si ai po rritet.